pse e fale. Ta tregojmë pse e fale Fabio Dushku në bishe, se me rob shtëpie me thënë vërtet dhe nuk kam folë njëherë për këtë temë. E fala se o burr në radh parë. E fala veç për këtë, që si bëhet mishi, nëse ju rrej fjalë. Po ju them të vërtetën, unë nuk jam si këta bytëshirat e tjerë që janë bytëshira live-esh. Tjerët janë këtu në live, tjetër janë jetë reale. Unë jam shit që jam këtu live, kështu jam dhe realitet. I drejt. Amon jam i drejt. Këtë kam. Nuk jam besprem, as intrigant, as nga këta që sot jam këtu, nesër ja shirë rëp këtu i ki ha këtu. Ja shi motrën, nuk jam ashtu. Unë ja shi rëp, unë jam quni drejt, edhe prandaj Zoti mu më ka sjellë këtu ku jam sot. Kam kalamaj, kam familje, kam gru, kam fëmijë, kam gjithat mirat e Zotit, jam njeriu më i famshëm në botë dhe më i respektueshëm nga gjithë shqiptarët. Sa jam lodhun, sa bilionera ka këtu, e sa bosa, e sa njofun njerëz se s'kan as makina këtu dhe bëjnë si bosat, rrojnë dhe karin. Apo na hani karin se ja u di gjithë sekretet e gjithë Shqipërisë. Tani, unë me Fabio Dushku në plako, që ma përmeni Fabio Dushku o burr për mu. Se kur e kam shahun Fabio Dushku në plako, ju s'keni pas bole me ja përmend dhe emrin, jo më me e shah, që për ta shah nuk e shashit dot, jo e jo. Po dhe emrin Fabio kishit frikë me e përmend, Arlind respekte. Edhe emrin e Fabio Dushkut, me thënë Fabio, nuk e përmendshit dot, sepse ishte si gogol. I ke parasysh ta kalamaj që thënë gogoli, ashtu ishte edhe Fabio Dushku gogol. Kurse unë, më futet intrigën, më futet, a kupton se unë jam tip që atëherë edhe s'më shavesh, edhe më futet shaje. Edhe ala sot e kësaj dite nuk ja kam tregu Fabio Dushkut se kush më keni fut. Se më keni fut me e shava unë. Që sa ta shaj i herë, pastaj që të bësha unë, allin, kot me u tërheq, kot s'kishte, më qatë u të rishja, unë kot mrapsh, s'kisha qa me u tërheq mrapsh. S'kishte më mrapsh aty. Kur e kam shajtu në Fabion, ma bot ju intrigën. Edhe kësot e kësaj dite mu më vlerëson Fabio Dushku se nuk ju kam spionu të ai. Që e kam vlla Fabion, do thushti pse e ke bë vlla Fabion. Po e kam bërë se orçun me bole, ka autoritet, 1, ka bes, 2, ka burrni, 3, edhe me mua është tregu i mirë, o plak, më ka liru. Unë me marrë një person peng, unë ja qi motrën pill, nuk e lëshoj më. Pa ja qirë në pillë, pa ja heqë thojnë në pinca, pa ja shkërdhyrë me arrie plëkurën, si kec, unë nuk e lëshojë shok. Unë po të them, unë me kap, unë kur kap në një peng, do kap unë peng. Ja kam vënë syrit, unë këtë do kap peng, do ta kap, pa dhe prit dhe pak, sa të mërzit e tjeta. Tani jam pak në të rezi, borgjet i lava, gjonat i lava, nuk prit që jo edhe i qik. Po do t'ju shi motrat, në momentin më të bukti dhe kur t'ju kap unë peng, o pidha motre, atëre do shikoni peng. Qa është pengu? Ky është peng. Jo peng me të kap me të fut dy shpulla, thujton shakarin dhe ik. A kupton? Unë kam meritu me më digeneru Fabio, me më masakru, me më zhburnu si njëri, me atë që i bëra Fabios. Dhe pse arsyeja unë e kam vlla Fabion? E kam vlla për arsye, sepse kur më ka marr peng, më ka fal. Ma ka dhënë një mundësi, më ka thënë ik. Më ke rënë qaf, nuk jam unë çun për t'u shah, edhe për të më digeneru ti mu para gjithë Shqipërisë, edhe unë do ta kthej të njëjtën monellë, siç ma ke bë. Bilës, nuk më bënin e gjë, më futën 3-4 shpulla dhe vari karin. A kupton? Po të paktën u tregu burr, dhe për këtë arsye, unë kur ke pati kam pi unë, mu ka kujtu Noizi, e kam shah. Mu ka kujtu tjetre, e kam shah. Mu ka kujtu tjetre, e kam shah. U kam kujtu avion privat, i kam kthy përgjigje të gjithëve. Fabios nuk ja kam kthy më përgjigjen. Se kujtoti se pi unë, ja ktheu, pi 2 goda, zdi qa karin po them më. A kupton, nuk më ha, or do më vrasin, më plasi kari, ku ta gjej me më vrasin, nërë do më bëjnë, se vetën se vras dot. Se vras vetën, se ja qi rëp, se vras vetën për asilej arsye, me di që më vrasin gjithë familjen, vetën se vras, me rëp shpije, se vras vetën. Ja shok, vetën se vras. Kur të ma japi i madhi i zot, po, se vras vetën me di që do më qinë rëp shturi, më qini rëp, thema ma vetën se vras. Dakor? Dhe, për arsye pse i them unë Fabio se e kam byra zero, Arlind. E kam vlla shoku se kur më kanë ka peng, më kanë çu. Më kupton dhe më ka fal. Më ka thënë ik dhe mos gabo më me mua se s'jam çun për të bë gabime. A kupton dhe me më shati mua, se s'm ka shah, unë s'kam shah një herë. Edhe kishte drejt. Edhe për këtë arsye unë nuk mund të hakmerrem dot më. Se thoni ju të ka marr peng o si kështu. O shoku, edhe unë kam inatër. Se kujtoni ju se s'kam unë sedër edhe inat nga mrena, mundësit i kam tani. A kupton? Kam pasur në shok që nuk janë më. Kam pas shok që janë akoma, që më thojnë sot e kësaj dite, që qa do të bëj për ty. Njerëz që janë me burgin për jetëshëm. Kam shok që kanë pas grupe që vinin, qinin, rëp të ezekutonin ku do t'ishe. A kupton? Më kanë thënë
Qa haku do me të marrë? Kur nuk kam kërku ndihmë? Kur? Ata që më njohin mua e din që s'përrej as i fjalë. A kupton? Njerëz me bole, bandat më të forta kriminale, për ditë më thojnë. Unë, banda, jo legenare, jo njerëz, ka njerëz, jo bandë që i ka qirë rëp, kanë terrorizu Shqiprinë, jo bandë, ka gjujt 2 veta me armë kriminaler. Qa kriminaler? Bandë që të shinë rëp në pillë. A kupton, që të merë në telefon dhe të shiva motrën me u shduk për Shqipërie. Këto janë bandar. Jo bandë ke gjujti njonin me armë dhe je i forti. Qa i fortër? Bëj i fort me këta që janë të fort. Mosu bëj i fort me legena. Bëj i fort. I fort, po, ik merë me filan bandë, ta të regojnë ata të fortin. A kupton? I fort, po merë pra me horrat, mosu merë me që e pëm thyma ju e kap 100 euro pëm thymave. I fort ky. Me qa i fort? I kje provat e banda duja. I fort, po, merë ju në i bandë. Njoh unë quna me bole, banda më e fort Shqipëri, quna edhe me rëp shpije habitëm. Kur rinë e me këta kriminalat, ju s'besoni ere, po për kohë, 2 fëmijëve në qofë se s'kam net me mo gangsterat e Shqipëris, e më kanë respektu, me rëp shpije, më horrat, më ata që janë më të fuqishmit. Edhe biles, kam qenë njerë me i tavolin, prit ti menoj pak kush ka qenë, se mos nga trojnë. Që i harap gjithë. 4 kanë qenë. Mos ta shtojnë 1, kot 4. Ishin dhe një catë tjerë që ishin shu për takim si puna. I me kam net me mo kriminalat më të fortë Shqipëri, njerëz që me au për me në emrin do thoshin ky kari paska po flet për çfarë. Kam net, më kanë respektu, edhe habite ma kupto se neve kena pas menim për njerëzit që janë me emër, njerëz që janë me potencial të madh, na u kanë duk gjithë njerëz me se s'kena net në herë, pse me bokot. Vesh në televizor i kena pa. Nuk i kanë atë ditë. Kur i kam pa qa njerëzish janë, jam habit. Dhe njerëz me bes, me burni, me respekt, me gjithat mira do plak. A kupton? O ti vlora, ikse ta shiva motrën ty, pjedhrosh. Kështu pra është puna. Unë kam net edhe me stresën t'ulem. Unë kam arrit me i piko plako që njof shumë njerëz. Më ka provu jeta me njof shumë njerëz. Pse njof njerëzun? Sepse unë jam dikushi. A kupton? Unë jam qunë që nuk jam i pabes. Nuk vi haj buk tu dhe iki haj buk me hasmin ta. Nuk e kam bo kur këtë. Nuk jam si këta pillat e motrës që hap buk tu edhe sa bie tia të nodhë një fatkejsi tyja. Mund të bisha, si që e këshu, bje këshu, edhe ti ki të ri me hasmin tatë, edhe mos me shenë më në këtë botë. Unë kur nuk kam net me hasmin e i shoku tim, ose me një i robi tim, a kupton? Edhe kus ka shenë më në këtë botë, ja ka majtë respektin dhe i vdekëm. Po pra, unë i kam dhëmë provat edhe më njofin njerëzit kush jam. Nuk ka nevoj, këtu janë, ka dhe budalejnë, po ka dhe njerëz që më kuptojnë se që jam të folë dhe që jam duke thënë. A kupton? Unë, si kozak, unë nuk jam, unë mund t'jem, nuk po them unë që jam në i gangster ose në i kriminal. Bo me heq fishin, ja u shqit fisin mu m'pjellën, ja u shqi motrat mu m'pjellë. Ju hy mrena në shpi, ja u shqi motrën. Unë kam për të borë repezale, edhe unë e kam venin në burg, nuk e kam venin këtu. A kupton, se aq pa drejtësi sa më kanë bërë, plako, nuk do t'ja u lej, as njonit. Majni men, që po ju them, ju duken lave TikTok-u, e plako. Po menja është gjë e vogël. Mu të gjithë, që më keni bë, pa drejtësi, që më keni bë. A kupton, kujt i kam ranë qaf, s'kam pun me ju e plako, se kam krujt vetë bythën. A kupton, juve që ju kam cënu. Po juve që më keni bë pa drejtësi, pa ja u shi pjellin e motrës, në momentin më të bukur, tjetës t'juj, këtë më se harroni. Do thoni këtë hakarin. Faleminderit, unë me këtë menim du t'hesësh. Të rish i qetë. A kupton, se po pate frikë nuk t'kap do të më. A kupton, s'po më rujtë. Unë du të rish me menimin që këtë hakarin. Dakor? O ta ha unë. A kupton. Edhe i po ja them që venin unë nuk e kam këtu. E vetë me arsye jam fëmit, që më vje keq, veç për kalamajtër. Dhe them si gëzova i qif sharop, s'kam pas kur familje. Edhe pra ne më vje keq. Se s'kam pas kur familje dhe pra ne jam martu. Me pas familje, se dhije të rria dhe beqar. Se kam pas kur familjen edhe pra ne kam dash me e shiju familje. Se se kam pas shumë kara jeta, plakon që s'kam pas familjen, plakon e kam pas më burg, plakon e kam pas smur, kam pas halë familjaret, gjonat shumë të vështira një jetë që i kam kalu, edhe ja ku jam këtu sot, me kretat mirat. A kuptan? Ja ku jam sot me kretat mirat që mund t'i ketë në një lloj robi, mi ka dhënë Zoti edhe fëmijët,
dhe nusen, dhe familjen, dhe nonën, dhe babën, dhe krejt. Pavarësisht se kena vujt një jetë. Ja kupton, kena pas situata një jetë shumë të forta. Meti, po letë shajmër meti, se s'ka gjo. Letë këtë sha. Nuk ka problem, se më shajti dikush. S'ka gjo, jeta e gjatë. Na kuptan. Qa menimi ke për vlezit bagaj. Për vlezit bagaj që unë atë mirë, vlaj. I kam pas thanë fjalë për ta. A kuptan kot. Po s'kam agutzon me më pranu. Me foton e fires, agutzon me pranu. Pjedhi sëmës. Me foton e fires. Hajde me foton të atë dhe të pranojën. Qa menimi ke për Niklen? Nikla o Bisha ka qunat më me bole në Shqipëri dhe qunat më të respektushëm që kam pa në herë janë qunat e Nikles. Për Niklen, qojmë kam. Ta, si që am ullë, qojmë kam për Nikla gjitë. Në kuptan. Për Niklen, qojmë kam, kur përmenet e emër Nikel. Qojmë kam dhe rinë kam. Se janë quna me bole, sa frika. Nuk ka lidhi frika, bish, po edhe i kam frikë, se janë për të pas frikë. A kupton? Për ata, qojmë në kamër, edhe rri dhe me i kam, e thënë Nikla, qo rri në kam, shtu i orë, me i kam rri. Dhe thoni ju shi qa legeni bojmë për ata, s'ka gjë. Juve, keni një problem? Për kë bojmë unë bojmë legen, për ata që du, unë bojmë dhe legen. Edhe bëzshim bojmë, për një person që unë e du. Qa halli keni ju? Për Nikle në plako, tani me thanë hudhu nga katitet, lëshohem unë, a kuptan, hidhe mos, jam njëri me sedër, jam njërës pa sedër, kjo sedër më ka majtu ku jam, a kuptan, i kam dur të hapë me o plako, mu më respektoj njërës niveli lartë, që t'ja u përmen kush më respektoj mu, a kuptan, më respektoj, se s'kan në që interesi kanë të mu jakari për mu ata, kanë botën me dorë, a kuptan, më kanë një mu, më kanë bo, qa mos me bo më për ata, qa mos me unë për ata ulem në gjunjë, ullu në gjunjë ulem, do të ursi që ke legen do bojmë për ata që më kanë një mu, pa interes, për ata që më kanë dhënë dorën mu kur kam pas nevoj, qa mos me ullë në gjunjë, tu bo edhe krysha, Allaua, diçka tjilë, qa feje kanë ata, qa du në ta, plako. Por, për i person që më ka një mu, pa interes, edhe më ka ardhë nga Zoti, më ka zjedhë Zoti, më ka dhe në ndim, këta janë shokë, këta janë mishë, për këta dalë unë jashirë më pjellë, litar varem jashi motrën, për këta po dhe, për këta janë njerës, o sa kësho kena pastu, o sa mishë kena pastu, bu, gjithë janë munu me mu, me mullë. Po ku ka pjellë motra me mullë muër? Ku ka pjellë motra në Shqipëri që mullë muër? Po ku ule munër? Unë t'jem të vdek se uli kokën as unënër. Ku ka pjellë motra në Shqipëri që ma ullë mu unën? Pa e ka se ju shirë rap në pjellë se s'ka linë pjellë motra që mullë mu. A në gjutë. Pjellë motra se mullë mu nuk ma ullë unën. Unë t'jem të vdek, ja shirë rap vetës time edhe vetën nuk e ullë. A kuptan? Nuk e ullë unë vetënër. Ku ullë unë vetënër? Ku ka pjellë motra me mullë muër? Ullë munë. Unë ja qiro vetës time dhe vetën se ullë. Kash. Pa ik një kara unë kjo sedër më ka majtu ku jam e ky dhoj sinceriteti edhe robi drejt më ka majtë mu këture. Nuk më ka majtë mu ku unë s'jam për ullë kur. Kam pas 500.000 euro borgj. Edhe si kam ranë njërën telefon me i thëmë një mo. Një personit. Me rëpë shpije ku kam pas dhe borgje as kush nuk një movi. As familja ime s'm ka një mu. As familja, plak. Qatë një mojmë në ty të losën shti bijos, një mojmë në ty. I kërë thif shqafën. A kuptoti? As familja ime s'm ka një mu, plako. Kur kam pas borgje unë. 500.000 euro. As plaka. Qatë një mojmë plaku shkret e i smurë. Po dhe plaka të dikër, edhe i shpi që kam unë, do të ma marrë shti. Me drejt ka, orë jam në halë. Kokën hangsh. Aja lype lek semit. Jo, nuk ja lype lek semit.
Nuk kërkoj ndihmën nëpër njerëz o plago që marrësh ti një mosh mua dhe të më poshtrosh. Jo, bish, s'ta du fare ndihmën. Dakord? Hec, kushdo qoftë. Si, plaga ime, me qenë, me rëp shpije, me më poshtru, mu nuk ta du ndihmën hiq. Si do të, pra nuk kam unë ty ndihmën, të vitë urtë them unë ty më një mohet më poshtrosh. Pa jarë plago, se si jam ajo lloj kategorie unë. Unë e mysi veten edhe atë gjë nuk e pranoj. Na kupton? Nuk ka shumë. Ke nga tru persona plago. A kupton? Me rëp shpije Fabio Dushku, nënë e motrën unë është i vetëm person që kam gabu me të odak. Edhe nënë për herë kur e kujtoj, i them falër. Pavarësisht se unë e kam byrazer tani, do thoni ju, si e ke byrazer, a i të kam marrë peng. Si më dha e ka marrë peng, po kush karin jam unë dha me sha i qunë që ka bëhë gjitha të gjona, me sha unë atë, në për internet. Si s'do merë ka pengër, 10 tjetëri të shirë roptere, të vret për i fjalë goje, pse më pe, njofun tipa, njofun ca tipa, që vetëm se e shef në sytë të tërë, të qif sharë ta fut, pam. Jo po, ta fut nga këmë atjerë, zdo të vrasi ty. Pse shef, thot, qif sha motrën. Pse shefër, pse shef janë vrarë ropë. A kupton? Unë, tani, si, unë shpëtova mirë me aqër. Unë shpëtova mirë, ma boni, e bona, ma boni, kash. Të ka poshtru. O plago, nuk kam poshtru vetën unë, nuk më ka poshtru ai. A kupton? Më kam poshtru vetën, o plago, nuk më ka poshtru muaj. Unë e poshtrova vetën të ai. A kupton? Lau, po me lau. Lau më bishë. Po ik po ke bole shajti Fabion edhe ta shikosh. Që qatë gjenë. Shajti, o plago, Fabio quni besës, o bishë. Fabio, vërtet, mori peng, o plago, po s'm ka ofendu në jera, s'm ka ullë në i herë mu këtu. Ose me më digeneru. Fabio. A kuptan? Më ka marrë peng, po, plago, më ka marrë peng se e bona vetën, i rash në qafë. E shava, e bona. A kuptan, prit pak. Se s'po shaj një legend rrugësh, po shaj i qumë që ka fut njerëz në dhe, ju ka qirë motrën, po flen gjumi leti, ala, sot e kësaj dite janë, tu gërhi, nuk vinë më në këtë botë, ka vra rëp, o plago, një që bë vrasje, nuk o rëp vari karinër, ju, se ju kujtoni, nuk flasin vrasje legena shëre, uzive ti me komshiun, more kalashin vrave komshiun dhe që ke kriminel tjerë. Nuk je kriminel, se vrave komshiun, a vrave i roba ty, e vrave bëri një vrasje aksidentale dhe je kriminel, kam vra unë. Qa ke vra tjere? Rrët kari, ke vra njonin atyti, ke gjithë njonin i allergjie, ke vra. Vrasje është me bo vrasje. Plago, jo vrasje momentale, vravi njonin atyti, u zive për momentin ja futen thik, fillove të uqajt e komisariati si bytëshirë qa bëra. Nuk është vrasje kjo. Vrasje është ta vrasësh. Vrasësh, horra, bësh vrasje gangstera, shmerësh me gangstera, jo, kap legena në rrugë ti vrit legena, edhe thu ti kam vraun, po i gare kar vrit në njonin ti që të merë gjakën vetë se ta tregoj, unë a vret, jas vret. E vrani i degen, edhe thu ti jam i fort. A vash, të fortët që kanë vra janë tjetër kategori, plago. Ta që vrasin, ta që njofun janë me ta janë tjetër sistem, si këta të shinë rëp, mi që të vrasin, po të përzejnë nga Shqipëria, përzejnë me plashkat mrena natës, ik në pjesë të rëpve. Ta janë killera. Ky është vrasës. Jo vrasës, vret njonin aty të ikën tu qajt atje si bytëshirë. O mami, pa dashi, unë zefa, u bëra, isha me nerva. S'është vrasës ai, që vrasës kari është ai. I legend, ka bë nga pakujdesia. Nuk është vrasja. Vrasja është kur vret dhe flej qetë. Qo është nese me vrat tjetër. Ky është vrasës. Nuk është vrasës. Vravi njonin ti pun momenti dhe je i fort, kozak depresioni, thot njëri. Jo të qif sharop në pithë, unë kuroj depresionin, pithropsh, ta kuroj. Edhe t'ja unë njof diagnozat, motrë shqirë. Depresioni unë në pithë motrë, ti që më shkujt e kozak depresioni, unë nuk kalojnë depresion, motrë shqirë. Unë thjesht jam duke fol, dhe po flos me ca njerëz të mi që duhen me fol, jo me pithë motra si puna jote. A kupton? Nuk du të fol me ty unë. Dakord? Lushnja, po dhe lushnja ka gango. Respekte për gjithë lushnjën. Kështu që ke ranë depresion. Nuk bje unë depresion. S'kam ranë depresion kur kam qenë 10 vjeç. Nuk bje të në depresion. A kuptan? Nuk është depresion. S'ki merak.
e njofun veten. Kur nuk kam rënë depresion, kur kam qenë 10 vjeç, nuk bi more. A kupton? Ata që më njohin dhe ma din historinë e din se çfarë po flas. Kurse në një rrobshim si puna jote, nuk më intereson që ta di fare. Kur nuk kam rënë depresion 10 vjeç, nuk bi më tani, mos ki më ra. A guxon me më pranu? Bo, strategi, në të udhim banjo, a guxon, i kere pi dhe ropshani. A guxon me pranu. E disa frikame. Kosi, për s'kam pimra si birra se si gjë, plako. Dha, kam njerëz që më duan këtu e burë, më rëp shpije. Kudo që kam shku o dagu njerëzit më kanë supertu, më kanë përkra. O dha, kur më respektojnë njerëz niveli që unë e kam pasë ndër me i pa, ose me i fol herë në telefon, më vetëm me janë gju zonin e kam pasë ndër. Kur kam arrit që më respektojnë ata njerëz që unë i kam pasë ndër, me i njoft, i kam pasë, jo me i njoftër, ndër me i thonë herë qa boner, vetëm kaqër, jo mo me taku e me net me të, e me fole, e me boe, me të dhën kraje, me të nimue, a kupton? Kush janë? Po si përmen emrat aty në, si përmen do. Nuk ja përmen emrat, se stunat aty përmen. Emrat aty në. Po janë më të fortet e Shqipërisë o plako. Si me qatë dushti, si me lek, si me krejt. Kur mi ka dhënë 100.000 euro plako, s'kam dash me amarr, edhe pse kisha 2 milion halë, mi dha vetë, unë kur nuk ja kisha kërkua, kupton, ose ti kisha thënë një mo. Kur ma gjeni irë person, edhe kush është në një robi im, ose në një Aleksi. Pa le Aleksin e kena shok 8 vite, o vla, flasim njërës, Aleksi të nimon në plak, se Aleksi ashtu e ka zemrën e mirë, të nimon Zio. Zio ka nimu gjithë, s'ka nimu veç mu. Po flas diçka tjetër. O plak, mu, 100.000 euro kesh deri në sot me mi dhanë në ditë vështirë, se ka bo askush e plako, përveç i personi. Me thanë na. Edhe unë, për atë person, do t'ja lej me amanet fëmijëve të mi, edhe fëmijët e mi, fëmijëve të mi. Do t'jetë brez pas brezi, që për atë familje, a kupton, kanë me pas respekt gjithë jetën dhe mirë njohje. A kupton? Kaq, vetëm kaq valla. Në gjithë jetën o plak, brez mas brezi. Veç për atë, kam vërtalonur me amanet o plak. Këtë amanet do leju, nuk leju në amanet tjetër. Vetëm këtë familje o plak, vetëm për këtë që ka bo për mu, nuk është puna vetë çështje leku, të shok, me tar dikush nga hiç. Punon, shumë punëtor, e kam zili që është punëtor, kjo vetëm për këtë e kam zili nojzin, se nuk është se kam zili nojzin se ka Ferrari, se ka Bugatti. Bugatti s'ka, po qajnë ato që ka. A kupton, bines, edhe unë po të kisha biznese, do kisha edhe unë makina Ferrari, Bugatti, gjona, se do t'i mesha me kredi o plako, se nuk ka në i gjë. Me lezingi marin makinat sot. A kupton, shumica krejt me lezingi ka në shok. Kush nuk e pranon, mos ta pranoj, po qa njof unë veç me lezing o plako, paguin muj. Dhe nojzi besoj se me lezingi ka. Gjithta që kanë makinat shtrenjta janë me lezing o blaj. Realiteti, tani se donë me rejt puna vetë. Do t'ush me lezing e ka. Kam bledhe unë makina me lezing. edhe mu që më shifni me lezing i kam ble makina. Dhe qa kujtove ti, se do t'jap legët kesh ati të më pritër. Lezing. Shku që edhe unë pjesë e lezingut jam. Unë nuk ju rej, unë edhe me dhe unë vla. Po këta rejnë, ta thojnë unë këshu. Sa lek bosh e një javë. O daku, o gost, ku je? Unë o plako, një javën që kaloj, dhe me thënë, bona, mos me u rejt vetëm me TikTok, $6.000 për kokë fëmijëve. E keni pa besoj, kam punu fort, $6.000 një javë. Tani, dhe ju të regoj kontrata, se mos kujtoni se mbaroj unë punë, unë jam Kozaku, o butalejnë, në gjoni këturë, unë do jem dhe do mbetem legjenda e rrjeteve sociale në Shqipëri. Jam unë, pasta janë 150 vene bosh. Gjithë nojzi 5 vene bosh, jo nojzi jo, zë 5 janë varikari, 150 bosh, pasta i fillojnë tjerë.
për mu. Edhe është realitet. Unë kam audiencë pa përmen njerëz, unë kam audiencë pa shanjëri, unë kam audiencë me ftyrë o plago, të pastër. Jo audiencë të fut gishtin të bytha, po fut gishtin bytha që una bëni 10.000 veta, ose bëni 20.000 veta. Nuk dun. Unë kam audiencë të bëmë mua betë plak, pa përmen as filanin, as fistekun, as kasemin, as hysenin, as një. Ti ke falimentuar shok thët njoni, ty të shifsha rëp të shok. Se s'kam falimentuar. Unë nuk falimentoj në herë, se unë pralloj lek, pjetrapsh. Unë pralloj, unë jam si bitcoini o kari, që prallon. E ke parë të tipin që ka bitcoin, atë prallon bitcoin, ashtu jam dhe unë. Unë vetëm pralloj. O kari, ti, kesh pas lek të mija që kam qarkullu, unë, që ja rëp, ty do kështë vra vetën, o kari. Po ik, se nuk jetë e rangu im, nuk hyun të rangu juj. A kupton, ju jeni rang shumë i ullet për mu, oni net, ku je? Jeni rang, ju jeni shumica njerëzve këtu janë mashtrusa, janë legena, janë njerëz varikarin. A kupton, gjithë janë mashtrusar. Ore, kush, qa shifni, e keni pate Instagram reality. Këshu është dhe jeta këtyne. E di unër, po i di mor unë di sekretet e gjithë shqiptarve. Sa ke qarkullu më shumë të ku? Pa kam qarkullu, lek e kam qi motrë në plago. Lek më fshia kokë, kur kishte kokë, kur u prishja, fshia karin me lek. Fshia karin e karin, kur u prishja. Kur kam qenë peqar, jo tani. Biles, pa të qenë, se më na njojnë vari karin. Mos e boni meme, ja u shifsha rëp kush e bon meme. Më qenë njërë me i gocë, në vari karin, tu e shi u prisha, e në hymë banjo, a kupton. Edhe doja me radhe pak në sy, nëzora i 5 vjeqe, fshiva kari. Tha qa do bërë? Shur e fshi karin, thash nuk kur prishe me lek, se qa do rri ti kim banjo të marrë farsoleta, e fshi karin lek. A kupton, u abita, ta njëtë nuk arroja jo atë skem, se nuk arrojet. A kupton, të fshi karin në spermën me lek, a keni pa në hirë? Hare, sa veta jeni këtu? A e ka bo në hirë në njoni këtë gjë? Unë e kam bo plago. Kam fshi dhe spermën, kur jam prish, kam fshi spermën me lek. Ashtë nuk më ka harë kari për legun. Legu për mu nuk është as i gjë. Nuk është legu i gjë për mu. Legu është vetëm kot, numër. Duhet, është i nevojshëm, po nuk është do gjë legu. A kuptan? Një jetë është duhet kesh misi. Duhet kesh 2-3 shok të mirë. Duhet kesh 2-3 dyer hap. Mund të bi i halli mall. Mund të kesh lek sot. Bëre një vrasje. Ke lek sot, bëre një vrasje. Ku do fshifesh? Kush do të maj? Ke legët, po kush do thushe ta futaj për lek. Merë dhe legët dhe të fut dhe karin, të fut dhe plumin vetë. A e dini këtë? Mund të kesh lek, mund të bi hall. Do të lesh i der hapo plago. Ti bish derës. I thushe kam këtë hall të merr ai për derisa e bën venin vetës. Nuk është do gjë legu në jetë. Nuk është do gjë legu. Kam pas unë lek sa të fshi karin me lek. Kam ngel edhe pa lek. Ose kam rrujt karin. Kam pas 500.000 euro borxh, kam pas dado në shtëpi. Merë dhe një boshdi, thoshte o vlla, pse ke marrë dado? Po i kërë qatë duhet ty pse ka marrë unë dado. Unë marrë dado dhe 10 dado në shpi, a e më të dhënë lek ty, po qatë duhet ty, dhe t'ja blogaritë ty unë që a marrë unë dado, qena, pitbulla, kush që e ke ti më shoku? Unë veke kushtet i mu, po, hetërëm lere hatë, a i do leket, po, rri unë shif punë të tuja, mos mjë llogarim mu qa bëjun, apo t'jap leket, po, rri shif punë të tuja. Kam pas 500.000 euro borxh, edhe kam tall karin me lek, se kam unë i hunën, prap vazhdoj, i njëjti, për 2 ditë jam një biza plago, i biza. Nuk la më në këne në për Green Coast, në për Himara, në për këto vene kështu.